Atëherë, modeli i fundit i Funding Pips për sa i përket accounteve është modeli 0, pra modeli 0. Dhe nuk ka asnjë fazë, pra nuk ke çfarë kalon, as fazë të parë, as fazë të dytë. Kalon direkt në funded account. Pra kalon direkt në funded account. Dhe ka vetëm një cikël trecësh, çdo 2 javë 90% të profitit e mban ti, 5% e mban firma. Tani, nuk është aq e thjesht sa duket, sepse mbrapa ka një seri me rregulla, të cilat duhet ti plotësosh që ti të bësh tërheqjen nga ky account. Pra, pjesa e tërheqjes është shumë e vështirë këtu, sepse duhet të zbatosh shumë rregulla. Fillimisht, siç thash, profit target nuk ka, sepse je direkt në funded stage, pra çfarë bën i tërheqi merr. Humbja maksimum lose është 5%. Pra, e kishim 6 te 2 step proja, e kishim 6 te 1 stepi, e kishim 10 te 2 step normali. Dhe maksimum daily lose është 3. Por, që të bësh një tërheqje, duhet të paktën të kesh tregtuar 7 ditë. Pra, 7 ditë duhet të paktën të kesh tregtuar që të bësh një tërheqje çdo 2 javë. Plus consistency on rewards. Pra, ka një rregull konsistence e cila është 15%. Që do me thënë, në qoftë se ti po kërkon të bësh një tërheqje zem $1,500, profitet që ke bërë ti për të arritur këtë $1,500 duhet t'jenë 15% që i gjithë profitit. Dhe jo më shumë. Pra, ne nuk mund të bëjmë $500 500 tregti do me thënë, $500 fitim, $500 fitim, $500 fitim, se nuk mund të tërheqim dot. Pra, çdo tregti duhet të jetë më e vogël se 15% i profitit që ne po kërkojmë të tërheqim. E marrim shembull kështu. Ne po kërkojmë të tërheqim $1,000. Ne duhet i kemi tregtit $150 poshtë fitimet. Pra, 150, 150, 150, 150, 150, derisa të kapim $1,000. Dhe në qoftë se ti në një nga këto ke $250 fitim, ti nuk mund të tërheqësh. Pra, me pak fjalë për mua nuk e parapëlqej këtë lloj accounti, edhe pse shkon këtë lloj llogarie, edhe pse shkon direkt në master, por nuk e pëlqej sepse ka këto rregullat që janë shumë strikte dhe nuk më pëlqejnë fare. Plus ka dhe disa rregulla të tjera, po që nga kjo 15% që të limiton në pjesën e fitimit, sepse ti duhet të bësh, siç e shpjegova, për $1,000 profit duhet të bësh nga 150, nuk duhet të kesh më lart se 150, nuk ja vlen për mendimin tim, dhe nuk janë fancy këtij modeli, dhe për sa i përket çmimeve, $69 për $5,000 account, $100 për $10,000 account, $200 për $25,000 account, $300 për $50,000 account dhe $500 për $100,000 account. Dhe me këtë mbyllim komplet shpjegimin e modeleve që këta ofrojnë si kompani. Pra, one stepi që kishte vetëm një fazë, two stepi që në vetvete kishte 2 lloj modelesh brenda, normali i cili kishte 2 faza, dhe po ashtu Funding Pips 2 Step Pro që kishte përsëri 2 faza, dhe modeli 0 i cili shkoje direkt në funded stage, po që ka rregulla konsistence, ka rregulla shumë në brendësi, dhe për mendimin tim unë nuk jam fans i tij. Tani shkojmë dhe shpjegojmë gjërat të tjera për sa i përket Funding Pips.